Para se të nisim mbledhjen, më lejoni që të adresoj deklarimet e fundit të presidentit të Serbisë Vučić dhe veprimet e vazhdueshme të akterëve shtetëror dhe jo shtetëror të Serbisë, që nuk kanë se si të cilësohen ndryshe përveç se ndërhyrje në procesin zgjedhor komunal të tetorit në Republikën e Kosovës. Premtimet për vende pune, joshja përmes përfitimit të mbështetjes financiare, kushtëzimi dhe shantazhi me beneficione sociale dhe deklarimet e zyrtarëve shtetëror të Serbisë se vetëm lista serbe e mbron Serbinë në Kosovë, siç bëri së fundmi ish kryeministri i Serbisë, tash këshilltar i presidentit atje, Miloš Vučević, e siç ka bërë edhe vetë presidenti i Serbisë, Vučić, janë metoda të përsëritura të ndërhyrjes së Serbisë në procesin zgjedhor në Kosovë. Misioni për vëzhgimin e zgjedhjeve i Bashkimit Evropian në zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit 2025 kishte evidentuar ndërhyrjen e Serbisë në zgjedhjet tona. Ndërhyrjet në zgjedhjet e shteteve tjera janë forma të cenimit të demokracisë dhe sovranitetit të atij shteti. E megjithë këto, Serbia nuk ka pasur asnjë pasojë nga Bashkimi Evropian. Andaj Serbia nuk po ndryshon sjellje. Kjo ndërhyrje që bën Serbia tani në zgjedhjet në Kosovë është edhe më e rëndë se sa ajo e Rusisë në Evropë. I bëjmë thirrje Bashkimit Evropian që ta dënojë ndërhyrjen e Beogradit zyrtar në zgjedhjet demokratike në Kosovë dhe të sanksionojë Serbinë, shtet ky kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian, për veprimet të cilat bien ndesh me parimet e fqinjësisë së mirë dhe shkelin marrëveshjen bazë të Brukselit.